Live from Tirana. Live from Tirana. Margaritar nga Alban Skënderaj dhe Elgi Dolla na rikthen sërish në program dhe tashmë siç ju lajmëruam në krye të herës me ne në studio Shqipe Hysenaj. Si jeni? Përshëndetje Shqipja e Amerikës. Si jeni? Domethënë publikut kurse ty Ronaldo të shikoj shumë mirë. Nuk kam nevojë pse të pyes si je, sepse ty të shkëlqen lëkura. Jam mirë, ç'është vërtet ti si je Shqipe? Po mirë jam. Po kam qenë më mirë. Ke qenë më mirë pse? Tani kur gjithmonë kur largohem nga vendi, domethënë çuditërisht mua më fillon një gjendje emocionale shumë e bukur. Okej. Domethënë vetëm të më shohësh jam shumë aktive, kurse këtu se di pse më merr energji në vend. Se tek edhe emrin e vendit. Po, nuk e di. E di që ishte nga sëmijëm nga ana jote, por jo, s'është nga sëmijëm, absolutisht. Bëj shaka me Ronaldo. Se jam shumë pozitive Shqipe, për ta sqaruar pak edhe publikun kushte të kanë ndjekur në platformat tua sociale prej disa ditësh ke qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ende për shqiptarët sigurisht përbën lajme, se nuk është se është një orë larg nga Tirana dhe mund të ikë kushdo, duhet vizë amerikane, duhen buxhet shumë i mirë, duhen njerëz andej me të pritje me përcjell, edhe vazhdon të jetë lajm ende për një vend të varfër si Shqipëria, pavarësisht që trumpetohet që është në rritje, por vazhdojmë të jemi të varfër. Dua të flasim pak dhe të trajtojmë këtë bisedë sot kjo ëndra amerikane që shpesh e dëgjojmë, kjo Amerika që shohim në filma e shohim në lajme. Më trego pak gjithë eksperiencën tënde, si, do të thonë, e parë një herë pse ike? Çfarë për arsye pune, personale? Jo, në fakt kam shkuar për të takuar njerëzit e mi, po njerëz në Amerikë? Patjetër, gjithë familjen e babit. Seriozisht? Po. Dhe ti rri në Shqipëri duke pasur të gjithë njerëzit e babit? Unë rri në Shqipëri duke qenë se kam emrin shqip. Okay. Gjithashtu. Ti do shpëtosh Shqipërinë? Po, unë do shpëtoj Shqipërinë. Gjithashtu babi e do shumë Shqipërinë, kështu që normalisht arsyeja ime kryesore jam prindrit që rrin në Shqipëri. E qartë. Kështu që t'ishte për mua do isha larguar kohë më përpara, por duke qenë se nuk është në dorën time. Sa ditë qëndrove ande? 10. 10 ditë. Po, kam qëndruar 10 ditë, po kanë qenë shumë intensive. Domethënë njerëzit kur thonë jeta është shumë e shpejtë, andaj është e vërtetë që është shumë e shpejtë, domethënë ditët kalojnë shumë shpejt, njerëzit vetëm vrapojnë, nuk është për shembull si të shkosh nga Nën Tereza e deri te Piramida. Shkodë Gjirokastër bërë më 4 orë, ka që Bravo, kurse aty e vajtja ardhje, do me thënë, në një zonë të mirë, të jetosh në një zonë të mirë, deri në Fifth Avenue e bën një orë e gjysmë 2 orë. Duhe goxha kohë për televizor. Do kohë për të shkuar. Aty je aq afër sa je larg. Për shembull edhe në çështjen ekonomike, je aq afër sa je larg. E kupton? Për shembull ke steakhouse. Ti e shikon një afër, ama ai steakhouse aty kushton 2.000 euro, $2.000 më fal. Në këto vende që janë $2.000? Po dhe jam fund. Tash nuk varet ta pagoj. Sa shkoj kostoja këtij ullësimi? Tani un kam njerëz që kanë do më thënë restorante, vila. Ke njerëz të kanë dhe restorante në Amerikë dhe vila, ti vazhdon prapë të rish në Shqipëri. Po, vazhdoj të rish në Shqipëri. Ti e di që unë jam tip shumë i thjeshtë dhe nuk është se i reklamoj shumë këto gjëra. Sa shkoj kosta e këtij ullësimi në total? I kanë ja 50.000 euro? Sipër kanë shkuar. Më shumë se 50.000? Po jo. Ronaldo tani nuk është se kam paguar vetëm unë, e kupton. Pagoj vllaje. I liri plus njerëzit andaj, se normalisht po spate njerëz, nuk i shijon dot gjitha gjërat. Prandaj po them, Amerika ndonjëherë mendoj unë nuk është për çdo. Dhe ëndrrën amerikane nuk mund ta shijoj kushdo. Domethënë duhet të jesh shumë i plot në mendje nëse ti shkon në Amerikë për mendimin tim. Ishte kaq e veçantë Amerika kur ti zbrite aty, çfarë kuptove dhe çfarë ndjeve, dhe më trego pak leksionet e jetës që ti mos more në këto 10 ditë qëndrimi në Amerikë. Me thënë të drejtën, Ronaldo, që sa zbrita nga avioni, thash prit një herë se ku jam këtu, jam në Amerikë. Okej, do të thënë desha pak që ta merja veten dhe të nesërmen fillova, do të thënë ta shikoja veten në një vend, në një shtet tjetër. Amerika është kontinent, e kupton? Do të thënë New Yorku, pastaj ne për të shkuar nga New Yorku në Washington, u desh të kalonim 6 shtete të tjera. Seriozisht? Po me makinë dhe kemi bërë për rreth 5 orë.
kurse me trafik. Si ishin njerëzit atje në krahasim në raport me shqiptarët? Si ishte energjia? Atëherë varet, do me thëmë për çfarë njerëzish po flasim. Nëse flasim për shqiptarët që kanë lindur, rritur në Amerikë apo kanë shkuar vite më përpara, i shikojmë pak me skepticizëm të rinjt kur vinë në Amerikë. Pse? Se e zëm, qofse unë shkoj në Amerikë edhe dua patjetër të bëhem këtu, kam për të realizuar çdo gjë, thotë tjetri priti erse, sa po erdhe. Ulu me këmbë tokë. Pa amerikanët shqipe. Më vjen keq, por kam takuar vetëm goca amerikane, po njerëzit në përgjithësi shikonin shumë punën e tyre. Nuk takove amerikan, pse? Vetëm shoqëri shqiptare. Shqyr zoti se thash po pse? Po dëgjoj nuk kam shkuar për të takuar njerëz të rinj. Në Shqipëri ende nuk e ke gjetur princin. Tani princ. Do marr parasysh se është princi jon në thonjza, nuk ke pse i quajmë princ, po të duhurin. Se këtu jemi princ nuk vlen më, besoj. Këtu nuk e ke gjetur të duhurin. Në Amerikë me aq shumë milionë njerëz. Unë kam pasur kërkesa, po. Për të martuar? Po, me kohë. Edhe tani, edhe më përpara, edhe ku di unë gjithmonë. Po si kanë qenë në formë tradicionale që vini kërkonin dorën? Po unë jam tip që dua ta njoh vet, a kupton? Unë po nuk njohta vet. Çfarë thonë ti? Apo shkonin te babi ata? Jo, unë jam domethënë kush pyet për mua është jo. Jam tip që dua ta njoh vet. Po si ndodhte kjo shkuesia, pra që vinin tek ti, thonin shqipe, është një djalë i mirë në Amerikë, ka mundësi. Po, është familje mirë, tonin kryesisht. Kryesisht është familje mirë. Djalë i mirë, është djalë i filanit. Po mimi shqipe, ti mund ta njihe vet, pse se njohe vet? Ti thonë një Instagram. E kam shumë siklet. Unë njohjet i kam shumë siklet. Ronaldo, unë kam kohë, domethënë edhe pa dal me dikë. Mund të kem mbi 6 vite. Pa dal me dikë, pa. Shqipe më fale, a e normale? Po. Domethënë kam shumë siklet. 6 vite pa dal. Pa dal. Në date me një mashkull? Pa dal, po. Pa taku fare. Pa taku fare? 0. Kjo nuk kupton që ke edhe 6 vite pa kontakt fizik? Jo, Ronaldo, unë se di se çfarë bëhet me jetën time. Po shqipe një sekondë se kjo është shumë serioze. 6 vite janë për mua janë asnjë gjë, a kupton? Domethënë, kesh 6 vite pa dalë. Jo, kjo është alarmante. Okej, po e kishin në Amerikë zemër. Një sekondë, se është serioze situata. Në këtë 6 vjeçarin ti po thua që përveç se nuk e bëra asnjë date me një mashkull, një takim, nuk e pasur asnjë kontakt fizik me një mashkull? Semra ime unë serta këtu të flas për këto tema, se këto tema për 6 vite nuk janë asnjë gjë, për shembull, si për kontakt fizik, as 10 vite nuk janë asnjë gjë për kontakt fizik. A kupton? Për mua mund të rri shumë mirë kushdo, domethënë edhe pa puthje, edhe pa përqafime, a kupton, derisa të gjej një person që i lëviz diçka, domethënë në brendësi, në shpirt, në zemër, në mendje. Jam shumë tip i komplikuar. A mund të ta bëj pyetje ndroç? Jo, se ime dil të Amerika, se jam shumë keq nga kjo. Jo, jam shumë keq nga kjo, kështu që mos më pyet sepse po më turpëron. Pse? Sepse unë nuk paraflas për gjërat e mia personale, kam shumë vdekje. Ajo është nevojë fiziologjike. Të thash, njeriu mund të rri shumë më tepër biles edhe gjithë jetën e vet. Nuk besoj që këto ne nuk kemi kafsh, mendoj unë. Se jemi kafshë, Ronaldo. Patjetër, por instinktet kafshërore. Po pra kafshërore, po unë kam një mendje që mendoj dhe kaq, logjika ime, domethënë është shumë e prerë në disa gjëra. Nuk është se jam shumë e etur për të takuar dikë. Po erdhi mirë, po nuk erdhi, ama unë dua pak punë fillim. Që do të thotë? Që do të thotë, dua një mendje të shëndosh nga dikush. Domethënë, nëse mua më punon 160 gradë. E di pse insistoj në këtë temë, shqipe absolutisht për mua, unë e kuptova 6 vite pa po flas pa folur fare me njëri, domethënë pa u takuar fare, duke qenë se mua nuk më pëlqen, domethënë. Çfarë ka ndodhur, çfarë të ka penguar ty që të shkosh në takim? Se di Ronaldo. Ti je vajzë e bukur, dhe këtë ta them shumë sinqerisht, je e shkathët, je çapkëne, dhe je vajzë prezente në sy të publikut. Që do të thotë njerëzit të shohin dhe mund të gjejnë shumë lehtë.
Dhe unë nuk besoj që në inboxin tënd nuk ka mesazhe. Po pra, e kupton se kur i vjen ca ky është problemi që ka mesazhe, po nuk ka mesazhe adapt. Kur shkojnë ca tipeve që nuk shihen me sy, po. Më kupton, jo më ty, dhe realisht për mua e them publikisht je një nga vajza më të bukur në ekran, se unë e di që ti je totalisht e pabër, pa ndërhyrje. Nuk ka pasur asnjë mesazh që të shtyj të dalësh në takim? Jo. Jo, do të thënë unë chatoj në përgjithësi, do të thënë mund t'ja u kthej njerëzve, po nuk është se ja u kthej pothuajse të gjithë për respekt, çuna, goca, të rritur, do të thënë vjen shumë mirë që më flasin, më komentojnë. Pse jo, unë kam respekt, do të thënë si për vete, si për njerëzit që më komentojnë për mirë, edhe gjithashtu nëse ka replika patjetër. Por që nuk më vjen Ronaldo. Nuk kam shumë siklet. Unë do të thënë, unë duhet ta thyja të hap shkurt mohabetit duhet të dal, por nuk dal dot. Edhe kam shumë siklet, do të thënë, po e kam gërç dhe unë dukem që në këtë moment që kam gërç edhe të flas për kështu lloj gjërash, e kam shumë bezdi, mundohem t'i evitoj. Edhe i trajtoj njerëzit gjithmonë në formë shoqërore që mos të më keq interpretohen, se unë Dëgjoj, kam lexuar një ditë një shprehje shumë të bukur, ikëm Wizi një sekond vetëm, kam lexuar një ditë një shprehje shumë të bukur e cila thoshte që ndonjëherë çelësi i suksesit është të bësh pikërisht gjëra që të japin siklet në jetë. Po. Sepse që ta thyesh barrierën. E kupton? Pra, barrierat janë ndonjëherë thjesht në kokën tonë. Unë të falenderoj që je sinqert. Faleminderit. Edhe të falenderoj që na jep mundësi në emision të diskutojmë realisht. Zakonisht e di që unë nuk para diskutoj as mbas kamerave. Edhe pse rrim bashkë në kafe goxha. Unë kam shumë siklet. Nuk e kishim diskutuar ndonjëherë këtë. Gjithsesi, shkojmë në reklama dhe rikthehemi me ëndrrën amerikane vetëm pas pak çastesh. Sa më ka pas pëlqyer kjo këngë nga vitet më përpara. Çfarë vitesh u lëkura kjo Wizi? 2014. 2014. Para sa i bie? 11 vjetësh. 11 vitesh, matematika. Dhe më thoshte Zysha atëherë, mëso matematikë se do të duhet. Jo, i thash unë ka makinë llogaritse. Zysha sot është pa punë aktualisht. E përshëndes, me qira fjala, dëgjoj. Shije, po, duke qenë se je në këtë hall, në këtë siklet që po flisni. Pse nuk rikthehesh në Urputhen? Çfarë thua Ronaldo? Përputhen për mua ishte trampolin, por jam shumë e lumtur domethënë që kam qenë në Përputhen. Se nëse nuk do kisha qenë Përputhen, po kam pasuar gjëra të bukura më pas, Big Brother, fan klubi, Diell. Ka qenë shumë intensive si. Dëgjoj, mbetim edhe pak tek Amerika dhe më pas kalojmë tek planet televizive se pash dje kur postova Insta story goxha interes edhe goxha ndjekës si të donin. Jo nga këto të call centerave gjësi. Po. Shive, çfarë të bëri më shumë përshtypje nga Amerika? Ronaldo çdo gjë më ka bërë përshtypje nga Amerika. Domethënë që te zonat, që te mënyra se si të trajtonin njerëzit, që te buzëqeshjet, çdo gjë, domethënë që te buildinget që ishin tamam grattaciela, kupton, domethënë gjithçka. E ke menduar? Domethënë aty ishte parku, s'di çfarë të them. Një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje është që në një vend, domethënë në një zonë ku njerëzit jetonin, do hapej një kazino dhe aty njerëzit domethënë kanë bërë peticion. Është çuar gjithë lagja, ka bërë peticion dhe ajo kazino nuk u hap. E mendon ndonjëherë të ardhmen tënde në Amerikë? Po, dhe e mendoj. Edhe e mendoj. Unë dua të bëjmë superstar Ronaldo. Superstar në Amerikë? Në cilën fushë? Në fushën e aktrimit do më pëlqente shumë. Por varet nëse do kem ndonjëherë atë mendjen që të shkoj aty. Ama unë e di që domethënë kudo që të jem mua ka për të ecur, edhe shumë. Edhe ata që më rrethojnë mua do t'ju eci akoma më shumë se mua. Se sinqerisht kështu ndodh, mua më ecën, të tjerëve jo ecën më shumë. Nuk e di, unë jam si një tip fati për personat. Hajt. Qartë, ndërkohë, 11:39 orë eksakte në këtë moment, vazhdojmë të jemi me Shqipe Hysenaj, përpara se të kalojmë tek planet projekte të nën Shqipëri, përpara se të bëjmë realitet ato të Amerikës. Do të thashë them nga Amerika nuk më. Ka pasur plot Ronaldo, ka pasur plot, po. Çfarë thuaj, ndër fliste ndonjë njeri për Live from Tirana na ndiqni. Domethënë
Lajmet andej ishin shumë të vrullshme, me thënë të drejtën, dhe një gjë E ndiqnin andej showbizin shqip? Çdo gjë, vërtet, çdo gjë, po. Ka pasur njerëz, domethënë që dhe nuk e kanë ndjekur sepse nuk kanë pasur kohë, por që lajmet i merrnin, domethënë se çfarë ndodh, dhe njëra nga gjërat që më ka bërë më tepër përshtypje, dhe po të flas për shqiptarë që kanë vite të emigruar në Amerikë, të lindur, rritur dhe moshë e madhe. Se unë kam taku pa fund, pavarësisht se nuk i kam nxjerrë në për Instagram, se me thënë të drejtën është privatësia e dikujt edhe nuk është se dua t'ja thyej unë për herë të parë, po që njëra nga gjërat që më ka bërë më tepër përshtypje Ronaldo Sharka ka qenë që para shevia. E takove? Jo, nuk e takova. Nuk e takova. Ka qenë një nga ato personat që ju merrte burrat. Po shqipe. Tani unë po të flas çka kam dëgjuar dhe kështu domethënë kam mbetur rrugëve duke qenë se njerëzit, familjet, më fal, batuta po ke seriozisht? Jo, nuk është batutë, unë jam shokuar kur e mora vesh. Dhe jo, unë s'po akuzoj, unë po them çfarë ka marr vesh, domethënë një nga gjërat që mua më ka bërë më tepër përshtypje, dhe thash jo, nuk ka mundësi, është femër e bukur, ka pas karrierë, po ka pasur karrierë deri në momentin që domethënë familjet nisën mos ta merrnin më. Do me thënë se shqiptarët e Amerikës flasin me njëri tjetrin shumë, komentojnë. Dhe çfarë di unë, di dhe ti. Se normalisht unë them bëj kujdes se ka ndodhur kështu në shtëpinë time. Tjetra ta thotë. Po nuk qëndron logjikisht nuk qëndron se si mund të mos marrim më në koncerte një këngëtare me këtë akuzën që i është futur në familja. Po pra. Ka ndodhur shumë herë, më kanë thënë, nuk është se është e para herë që ka ndodhur. Po ku konsistonte, çfarë ndonte? Shkonte në dasëm dhe ne kemi kënduar dhe këngën në top, nëse e mban mend vjet. Po ka lidhje kjo, ajo është artiste absolutisht ikonike shqiptare. Nuk po të flas për artist Llëkun. Po më flet për thashë temet. Unë po të flas për thashë temet, më pyete dhe unë të përgjigjem një gjë që më ka bërë. Jam shumë dakord, edhe thashë temi që ti po flas është goxha i rënd. Po të them çfarë më ka bërë përshtypje, po. Dhe këtë nuk e din shqiptarët që kanë emigruar tani, kanë një vit, 2 vite edhe 5. Po flas në kohën e atëhershme që ka pas bërë buj. A më kupton? Do me thënë që merrin në përdasma deri në momentin që nuk u mor më dhe mani u zhduk. Nëse unë po të flas çfarë më ka bërë më tepër përshtypje, pastaj qartë, gjithsesi. Se di. S'është e bukur. Nuk është e bukur të dëgjoj edhe unë nuk e kisha shumë të bukur që ta dëgjoja, kupton? Po patjetër. Këto janë thjesht thashë theme. Por nga njerëz që kanë qenë uroj të mbeten në vazhdon e thashë themeve. Ndërkohë, më fal, thashë theme që kanë qenë të përfolura në për familjet e të tjerëve. Por disa më kanë thënë që po, më kanë ndodhur me kunatin, më ka ndodhur me. A kupton çfarë ti rrëfyen ty këto gjëra? Po muhabet e sipër Ronaldo unë shqiptare e Shqipërisë jam. O ti që ndetem shqiptare e Amerikës, ç'a ndryshimi ka? Qartë. Mirë, shqipe. Nëse. E lëm të thashë themet bashk. Besoj të mbetet në vazhdon e thashë themet se s'ka si të vërtetohet, gjithsesi secili ka jetën e tij private dhe bën çfarë të dojë në fund të ditës me jetën e tij private. Ndërkohë, askushi. Ndërkohë, shqipe, të kemi parë në disa angazhime televizive. Po. Ti ke në plan diçka, ke biseda konkrete? Unë sapo jam kthyer nga Amerika, kam asnjë javë nuk kam. Kështu që nëse do BBC atje nuk të bëri asnjë ofertë. Edhe aty shumë pak ndenja, se ti e di që unë kërkoj shumë nga vetja ime dhe i futem direkt punëve kudo që jam, por që 10 ditë nuk bëhet dot gjë dhe në fakt ato 10 ditë doja të bëja diçka, po ishte mbyllur. Çfarë doja të bëja? Atëherë mua do më pëlqente shumë Netflixi. Vërtet? Po. Unë kam njerëz që punojnë Netflix. Netflix, Disney. Ty vazhdon të pëlqen bota e kinemas, siç e shpreh edhe pak më parë. Ndërkohë, në Shqipëri? Po, sapo kam ardhur, kështu që nëse do jetë diçka që vërtet ka për t'ia vlejt, patjetër që unë dua të jem aty. Pse? Muzikës nuk si për atë fushë. Ronaldo unë e di që nuk jam. Thjesht të stonoj, a kupton? Unë kur kam qenë përputhen dhe kur kam dalë nga emisioni, mua më kanë sugjeruar për të bërë diçka në muzikë. Dhe isha gati kaq për ta bërë, pastaj thash jo më e di. Do lësh nam thash po se shkau gau mendja. Shqipe, çfarë mendon ti për vajzat ose më saktë e gjikon të gjinin femërore
Jo, ta formuloj pyetjen. Ai shikon të gjinin femërore që zgjedh që për 1 milion arsye të gjej një partner në jetë që ti suportoj financiarisht. Se s'dua të përdor terma të tjerë. Ke ndonjë paraqykim ndaj këtyre vajzave? Jo, unë mendoj që është jeta dikujt, si do ta bëj jetën e saj më mirë, nëse mendojnë që pjesa e paras e lumturon, beata lei thon italianët, domethënë lum ajo. Por që mendoj më tepër, nuk ndjeve diçka për dikë. Po ndihesh keq ti. Jo, diku ndjem keq Ronaldo, unë ndjem keq nëse ti e bën këtë gjë dhe thua jo, po se unë jam self-made. Po, e kupton, mos bë si e mirë, ose unë kam arrit gjërat në jetë vet. Nuk ka ndonjë gjë të keqe. Po nëse kjo vetë është se sakrificë është. Se nuk është se Ronaldo. Jo, e di ku e kam. Pyetja ime pasuese është kjo. Kur ti ulesh në tavolinë se ti je vajzë shumë e bukur, por po të hedhësh një syng nga këmbët e koka, nuk e brende të shtrenjta, pra nuk e ora të shtrenjta. Pra nuk e diamante, nuk e, më kupton? Sepse unë i kam, edhe ato që kam për shembull, unë i lën në shtëpi. Unë jam shumë e thjeshtë. Jo, jam shumë e thjeshtë. Ja. Qartë. Do me thënë, mua nuk më intereson një bluzë, unë këtë ndroj, e laj, tha, a më kupton, jo tani dorion, jo, po se e kam bler shtrenjt, kjo konsumohet me kalimin e kohës. Rëndësi ka syzet, edhe atletët janë shtrenjta, e kupton? Në kuptimin, çfarë tjetë në këmbë, tjetër e hachme. Mendoj unë, pa për rroba nuk e vras mendjen fare, nuk e kam vrarë ndonjëherë. Do me thënë, një shprehje është i papari mos paft. Po shok, ose ruaju zëngjinit të ri. Unë jam mësuar me këto gjëra se që kur kam qenë fëmijë vinin gjërat nga Amerika, që të qumshi, që të rrobat, që të pampersat. Në sensin, do me thënë nuk është se kam vujt ndonjëherë këtë lloj gjëje. Babi më ka punu në dogan, njerëzit gjithë me vila 3-4 restoran, am kupton ja shtetit, kështu që shkoja ndej jetoj si mbret. Tresh. Shqipet falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana, të uroj një ditë dhe javë të bukur në vazhdim edhe projekte sa më të bukura. Amin. Uroj që ai herë si 6 vjeçarit të thyet. Ronaldo, unë uroj që të punoj në një të ardhme përsëri me ty, kështu që patjetër me shumë kënaqësi. You're the best.